Ndjenën për vendin tem nuk e kum harru as nuk e harroj asnjëherë. Momente vështira njeriu shkon me një vend, me një kulturë të huaj, me një gjuhë të huaj, pa kualifikim të përfunduar, nuk mundesh më kyç me vazhdu. Kanë qenë rrethonat jo të mira për neve shqiptarët andaj, domethënë që kemi shku në atë formë që kemi shku, dhe njeriu fillon të mendohet, thu, më mirë po kthehem nga ka marrë se këtu. Ose edhe kemi qëndru në forma ndryshme, kemi rezistu, shumë herë në është bo presion që du ju kthejmë gjithve, shemo, po flasme në fazën e luftës, me ato lloj statuse që i kishmi në ato kohë, e kupton? Po, tani një pjesë kemi qëndru atje, dhe tani, si cili me ato rrethonat e veta, me mundësitë e veta, është aty ku është. Na tregoni fillimisht cila ka qenë puna jote e parë në Zvicër, po kur keni fillu? Puna ime e parë në Zvicër ka qenë në gastronomi. Kum punu me një restorant, kum punu në pregaditit, domethënë si thonë shank. Kështu ku i kemi dhënë pijet dhe ushqimet ato. Shankist. Po, shankist, po ka qenë një lokal i vogël me një kështu bashkë të vogël.